Mirë, po unë po du me dhoni sadak tjetër, sadak interesante, nga dhe mirë. A i ka shku nërmen në i kujtë, kur së mënët me dhonë sadak. Thot, krejtë një sahabi tjetër, Ulbe ibn Zeid Ensark, vjen të pejgamberi alayhis salam, thotë i dërguar me Allah, unë s'kam as më morr ushqim me veti hurma, as nuk kam deva, mundesh më gjeti. Unë po vi ushtara, ma mundesh më gjeti. Thotë jo s'kam të asit e po far ngushlloko. Shkon këtë shtëpia vetë dhe ta natën me na. Quhet natën edhe thotë o Allah, o Allah thotë, ti ma ditë thot njetin, edhe ma din zemrën, sa po më thot zemrën me shku me pejgamberin me luftu, sallallahu alaihi wasallam. Mirë po s'po kam me shka me dhonë sadakën. Mirë po unë po du me dhoni sadak tjetër, sadak interesante, nga dhe mirë. A i ka shku nërmen në i kujtë, kur së mënët me dhonë sadak. Thot, krejtë musliman, shkam kanë hak, shkam kanë bëhë zullëm pa drejt, po ja u fali sante për hirë të sadakës që s'po mujnë me dhonë për betinet e bukut, letë shkën edhe kje sadak qështu. Kitë po japin, po japë edhe sadak të shka, po heki dërë për drejtës teme që ditën e gjykimit, po dhe në këtë but, mos më lyp hap kërkuna që më ka muaj, veç masi s'po mujnë me dhonë sadak. A i shkën mene ne i kujtë thome ma. Thonë, ka raste kanë herë kur i thot zemër me dhonë sadak, me bo mirë së mundët. A i shkën me thonë, Allah, për fali me filanin. Për fali filanin sadak, masi s'po mujnë me dhonë sadak, faljen për e bëj sadak. Pastaj, dëgjone që kam dëllë me këta. Të nesërmen, quhet pejgamberi alayhis salam, thotë, kush për juve ka vepru kështu? Kush për juve ka dhonë sadak faljen e haqeve që ja kanë tjertë? Quhet kjo dhe tonë i dërgoni Allahut. Thot atër përgzaj se pasha atë në dorën e të cilit është shpirti jem, të është shkru si kurse me pas dhonë sadak. Allahu i shpalli, në ti ke dhonë sadak u kri. Në ti sikur me paspru dinart, e sikur me paspru kualt, e sikur me paspru armatem, është më në jëtë. Që ka dhonë sadak, jep ka fol njerësve.